Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Sa herë që përmendet Çorovoda, vendlindja ime, më duket gjithmonë një gravitet shumë i madh. Unë personalisht nuk jam lokalist, por e shikoj Çorovodën atje në luginën e Osumit si një qytet të vogël, po me një vlerë shumë të madhe. Pse e them këtë? Jo vetëm për kanionet që janë afër rreth 30 kilometra dhe janë më të mëdha dhe më të bukurat në kontinentin evropian, jo vetëm për rakin e Skraparit dhe Dollin që pritet të jetë shumë shpejt trashëgimi e UNESCO-s, dhe jo vetëm për patriotizmin në gjitha epokat e historisë së Shqipërisë që ka treguar ajo treg, po edhe për arsye të tjera. Gjatë regjimit komunist, ai qytet i vogël ishte një vend ku përqendroi teknika ushtarake, rezervat ushtarake dhe jo vetëm. Duke cilësuar se në rast të një agresioni të mundshëm të një ushtrie të huaj, ai vend aty mund të kishte edhe statusin e një kryeqyteti, pra në rast lufte. Por një nga pikat më të rëndësishme të këtij qyteti, kryeqytet në rast lufte, ishte edhe spitali i qytetit. Mjekësia në këtë qytet të vogël dhe një rreth relativisht i vogël, kishte një rëndësi të veçantë. Në vitin 1973 dhe eksaktësisht në 28 nëntor të vitit 1973 u përurua spitali i qytetit, i cilësuar dhe i vlerësuar si nga spitalet më të mira në Shqipëri. Por çfarë ishte ky qytet, kjo mjekësi, ky spital dhe gjëra të tjera? Unë kam zgjedhur një mjek që do flasi për këtë. Është nga më të njohurit në zonën e Skraparit. Ka një aktivitet të gjerë jo vetëm në vendlindjen e tij në fshatin Gjerbës, por në shumë fshatra, po veçanërisht banorët e qytetit Çorovodës e njohin atë si Doktor Qemal Alushani. Unë kam kënaqësinë ta kem sot doktorin e qytetit e atij spitali dhe jo vetëm, ta kem në emisionin Dekalog. Doktor, faleminderit që pranove të realizojmë një intervistë këtu në Dritare TV në emisionin Dekalog. Pyetja e parë, ju keni shkruar një libër, Kujtime. Tani çfarë ndodhi? Pse e shkruat këtë libër? Po, tash në një motiv të veçantë nuk ka. Kjo është diçka e zakonshme, kur je në këtë moshë, do të merresh me diçka dhe do të hedhësh diku në libër kujtimet e jetës tënde. Po? Unë kam patur një rrugë të gjatë në mjekësi. Po? E kam filluar mjekësinë që nga një shkollë që kam bërë 2 vjeçare për infermier në Vlorë, edhe kam filluar për herë të parë si infermier me shkollë në spitalin e Çorovodës në vitin 1952. 52. Pastaj vazhdova aty një kohë të gjatë si infermier, me lindi ideja të vazhdoja për mjekësi. Po? Sepse më kujtua dhe një letër që i bënte drejtoresha e shkollës infermier të Plakut, ke një djalë, i thoshte, shumë të mirë, si në sjellje dhe në mësim. Jepi kurajo të vazhdoj mjekësinë. Dhe kjo të motivoj? Në Vlorë. Kjo të motivoj? Po. Edhe fillova pastaj të ndjek këtë rrugë. Fillova përndimës mjek. Mbasi mbarova përndimës mjek, më lindi ideja të bëshja mjek. Edhe vajta në fakultetin e mjekësisë dhe mbarova për mjekësi të përgjithshme. Pastaj më lindi ideja prapë të bëhem specialist në majën e mjekësisë. Edhe arrita atje ku dëshiroja. Vajta për specializim për mjek okulist kirurg. Mbarova me rezultate shumë të mira dhe fillova punën në Çorovodë. Sigurisht është gjatë se rrugës të gjatë që kam bërë në mjekësi, kam patur probleme, domethënë kam patur ndodhira. Dhe këto ndodhira desha të ithja në libër. Të lija si kujtime për fëmijët, për familjarët, për miqët, për shokët e familjes time. Edhe fillova të shkruaj. Për sa e shkruajt e librin? Sa kohë të mori? Sa kohë që e bera. Ishin të tërat përgatitur sepse të gjitha ato kujtimet ishin regjistruar në korteksin tim. Edhe nuk mundej shumë kohë. Se i kishja të gjitha ato ngjasat, i kishja përjetuar. Është një libër konkret që i kam jetuar në ngjarjet, nuk ka fantazira. Edhe nuk më deshi shumë kohë. 2-3 muaj e përfundova.
Ju jeni Qemal Alushani, po mbiemri Alushani ka shumë mjek, Po. ka shumë doktor. Po. Tani çka ka ndodhur që kjo familje dhe ky mbiemër të ketë shumë mjek? Ka ndonjë gen këtu të veçantë apo çfarë ka? Shiko, aty në Gjerpse i gjë karakteristike. Lagja Alushani ka marrë mjekësinë, Lagja Lajthia ka marrë oficera, Lagja Tarkani ka marrë arsimtar. A kupton, dhe është interesant. Dhe sa mjek ka familja shumë Alushani? mjek. Sa? Unë e kam futur për herë të parë, domethënë, si vesha bluzën e bardhë në Alushan, dhe pastaj mbas meje Ju jeni mjeku i parë. i pari, domethënë, jo, në mjekësi, si infermier, domethënë, si infermier. futa bluzën, vajta në ambulancën e Gjerpsit edhe punova atje si infermier i kohë gjatë. Pastaj të tjerët janë Aili Alushani, një personalitet. Sigurisht brez i ri pastaj si. Neve kemi një traditë. Po? Një traditë për, domethënë, një prindit për ka qenë arsimdashës edhe doni të arsimoni fëmijët. Një nga këta ka qenë Bedo Alushani. Po? Bedo Alushani baroi liceun francez në Korçë Po? edhe shkoi në Itali për shkollë e lartë veri për roje finance. Dhe mbaroi të lartën. Domethënë që në vitin 1936-37 filloi shkollën atje. Po? Edhe kjo traditë tash vazhdoi me brazineri. Ailiu është ai, domethënë që ka ecur më përpara dhe më mirë, është Arriti deri ministri i është shëndetësisë. profesor doktor, mjek kardiokirurg, ka qenë në funksione shumë të rëndësishme, ka kontribuar për kombin, për skraparin sigurisht. Deputet, ministri i shëndetësisë. Po, edhe ka qenë ministri i shëndetësisë, ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht. Jo, më lart s'ka më, ku të vej më lart? S'kam larg. Po, mjek të tjerë kush? Mjek të tjerë, kemi Sinan Alushanin. Sinani, doktori. Ai ka punuar gjithmonë në teren, Terren, po. në fshatrat edhe ka patur një respekt edhe një mirënjohje për punën që ka bërë, ka qenë i papërtuar. Pastaj Shmerita Alushani, ginekologe në atë Vajza, mos gaboj doktor. motra e liut. Motra, Motra, po. Pastaj vinë me radhë të tjerë është Donika Alushani në Fier, pediatre, edhe kam, domethënë, shumë mjek në Askrapari. Enriketa Alushani. Po. Doktoresha që bë deputete. Po, Edhe ajo? patjetër Keti. Po, pra, Keti, Keti si- është një vajzë e mrekullueshme, një Po, vajzë shumë intelekte, një vajzë shumë domethënë e mirë, që kam ajo ka respekt. një eksperiencë tek pacientët e saj sepse i priste mirë, i përcillte mirë, i shërbente mirë. Ka mirënjohje. Këtë mirënjohje që ka pas me pacientët, tash do ta ketë me komunitetin ku është deputete. Po mirë tani, Edhe që tashti ka filluar të aktivizohet edhe të zgjidhë shumë probleme për tani, Safari. doktor, më shpjego këtë, se t'ju shpjegojmë atyre që na ndjekin. Tani, një vend atje, një Gjerbës atje në majt malit, Po. që nuk se ka shumë mundësira të mëdha, të nxjerrë kaq shumë mjek që kanë kontribuar në mjekësinë shqiptare. Si e shpjegoni ju këtë? Që janë shumë mjek. Janë shumë mjek sepse kanë edhe atë prirjen e humanizmit, domethënë, janë në kuptimin e asaj që nuk duan shumë karriere, shumë kështu, domethënë, të merren me gjëra të tjera përveç profesionit, dashurojnë profesionin. Profesioni më human, më i mirë është mjeku që i shërben popullit. Por nuk mjafton ajo të jesh human, duhet të jesh i Zotit. Patjetër,